do t'i thellojnë, do t'i shtojnë më shumë për t'i futur njerëzit në kaos. Gjithmonë kur elitat kërkojnë t'a sklavërojnë njeriun, t'i marrin liritë e t'i personale, gjithmonë e futin në kaos. Dhe kur njerëzit bjen në kaos, kur ka vrasje, kur të vritet vllai, kur të vritet motra, kur të vritet fëmia, kur arrin në një cak ti edhe mezi pret, aman thuam, vetëm mbylleni luftën pa na bëni çfarë doni. Kupton, je gati t'i falësh liritë për të shpëtuar jetën. Dhe ata thonë, dëgjoj, ne do bëjmë paqe, thonë, po do ketë ca rregulla. Cilat janë këto rregulla? Këto rregulla janë 1, 2, 3, 4. Dhe çfarë do bëjnë ata? Mbasi të bëhet depopullimi me luftë, mbasi të prishe shtëpitë, se vdekjet do vazhdojnë edhe, kështu i kanë bërë planet ta, vdekjet do vazhdojnë edhe mbasi të mbaroj lufta, sepse do shkatrohen banesat, njerëzit do flen jashtë, do smuren, do t'i shkurtohet jeta, do ketë smundje të ndryshme, do vesh në për farmacira, do blesh ilaçe, në vend të ronjë 80 apo 90 vjet, do rosh 60 vjet, 50 vjet, edhe pavarësisht se nuk e vran në luftë, do vdesësh pas pak vitesh për shkak të kushteve të këqija të pafavorshme për të jetuar. Pastaj këta do bëjnë një pandemi tjetër, plandemi, siç ishte e para. Kur do të ndodhë? Po mbas luftrave. Domethënë kur mbarojnë luftrat, ato do shpallin një pandemi, ndoshta në vitin 2029-2030. Dhe kjo pandemi do jetë, mendoj unë, do jetë me temperaturë. Dhe këta do thonë kështu, kush ka temperaturën mbi 37 gradë, nuk lejohet ty në institucionet, të dalë në rrugë, të vej në bankë, të bëj veprime të ndryshme në institucionet publike. Në institucionet publike. Mi po tash, ku e di ai se sa e ke temperaturën ti, se ai thotë çdo njeri që e ka mbi 37 temperaturën, është i smur dhe ka potencial për të shpërndarë virusin. Një virus që do t'i vënë një emër ata. Dhe ai do thotë, tash i thotë, ju do mbani një çip të gjithë këtu, thotë, dhe kur ty ish në çdo institucion dhe në rrugë kur të kalosh, për shembull kalon në një rrugë aty, del policia, ato tyr këtu në ky aparati, ti do ish me atë çipin, edhe do tregosh atje temperaturën. Qofse e ke 37 e poshtë në rregull. Do mbaroj pandemia, do mbaroj kjo pandemi, do fillojnë jo vaksina, jo kështu, jo ashtu, do ta kalojmë për një vit, dhe mbas një viti do thonë, ore, do zhdukin telefonat, këto lloj telefonash, do t'i zhdukin, do nxjerrin një telefon tjetër që mund të jetë telefoni kuantik, do thotë këto telefona nuk funksionojnë më, dalin jashtë përdorimit, dhe tash thotë do dalin këto telefonat e rinj kuantik. Dhe të gjithë të portofolin që ju e kishit tu, thotë, ne do t'ja futim këtu në ky mikročipi që e kishit për temperaturë. Këtu do t'ju futim kartën e identitetit, të dhënat, do t'ju futim paratë, do t'ju futim librezën shëndetësore dhe në çdo rasti në një aparat të caktuar të institucionit do të tregosh nëse ke pasur smundje, s'ke pasur smundje, varet ku shkon në cilin institucion. Dhe aty do kesh dhe parat. Dhe tash ti shkon në kompjuter në darkë në shtëpi dhe hedh në Facebook një status. Thua për shembull Albin Kurti ose Edi Rama nuk po ngrenë rrogat, janë të këqinj, janë kështu, janë ashtu. Ai më njëherë të dërgon një ndëshkim atje, policia të dërgon një ndëshkim, thot, dënohesh me gjobë, thot, kaq lek, thot, për këtë që ke bërë. Dhe ti këtu në parat që ke pasur, në parat digitale, nuk do kesh me fjala vjen $2.000, po të zbriten $200 ose $300. Edhe të thot, ke të drejt, deri 3 herë ta përsëritësh kundra vajtje. Mbas 3 herësh bllokohet komplet llogaria. Le të kesh sa të duash. Edhe ta bllokon. Ti je pa dokumenta, ti je pa para, je një askush, je një njeri pas një lloj lirie, nuk del dot në rrugë, nuk i pën ato punë. Përveç kësaj, duan të bëjnë, se ky është një sulm i madh kundër njerëzimit në shumë drejtime. Këta duan të prishin fshatrat ku është liria, të prishin ushqimet, të ndërtojnë ushqime sintetike, që kanë filluar tashmë, po të vrasin kafshët, gjedhët, gjoja lëshojnë dioksid karboni, kur dioksidi karbonit ndihmon për gjelbërimin, sepse pemët thithin dioksid karboni dhe lëshojnë oksigjen, dhe është ushqim për pemët. Edhe është fakt, sa më shumë rritet industria, aq më shumë rritet pyllëzimi në botë. Dhe këta vetëm mashtrojnë, thonë ka ngrohje globale, ka shkrirje të akujve, kur po ti shikosh New Yorkun, Venecian, ka do me thënë foto para 200 vjetësh që s'ka lëvizur ujë as 1 centimetër dhe gjitha janë gënjeshtra.
Këta sulmojnë nga ajri me avion, kanë 3 vjetë, 4 vjetë, 5 vjetë, që kur filloj Covidi ishte vetëm helm nga ajri. A e kontrollojnë edhe motin sako? Si? Edhe kontrollojnë edhe kuën, apo? Po, bëjnë modifikimin e motit. Me qka? Lëshojnë plur alumini dhe boksite të ndryshme në ato shtjellat e gjata